nuk është tema të blokada edhe të rreziku që vendi tjetë pa buxhet. Për shkak se e thanë, por i përsëris. Pa dallim, gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës, në mënyrë të vullnetshme, e kanë votuar dje vendimin për shfrytëzimin e ndarjeve buxhetore dhe për muajin mars. Nuk kërkoj askush qëllimisht që të humbet kohë dhe të vendoset vendi në vështirësi dhe qeveria në vështirësi. Kërkuam një afat masë të arsyeshëm 3 ditë. Po e tham, pavarësisht që kom punue edhe jam i kësaj fushë, edhe unë sot e kam problem me diskutu me kompetencë për këtë dokument kaq të rëndësishëm edhe kaq voluminöz. E tham me bindje që edhe deputetë e pozitës kanë që kam edhe kontribut në këtë drejtim, po nuk kanë pas mundësi dhe nuk janë të përgatitur për shkak se janë pyetje vetëm disa orë. E di praktiken e vitit 2011. Jemi formu si qeveri, kemi ardhur në kuvend, kuvendi e ka aprovu vendimin për shfrytëzimin e ndarjeve buxhetore, është përgatit buxheti, është diskutu në procedurë dhe afateve të rregullta, është votu dhe është hyrë në fuqi. Ne prap nuk po thojmë që të shfrytëzojmë ato afatet maksimale ligjore. Mirë po, kërkesa jonë është 3 ditë. Dhe qëllimi është dhe tendenca që mos të ketë debat. Ky buxhet, jam i bindur, do ta shikojmë gjatë diskutimeve. Nuk është në përputhje me ekspozen e kryeministrit. Gjithçka që është thonë në ekspoze, gjithë ato premtime, dhe nuk janë të reflektuara në këtë buxhet për vitin 2026 dhe vitet vijuse, janë nivel dëshiror. Tërheqne dhe sillne mas 3 dite jemi të bindur që kena me votu që të hen në procedurë të përshpejtuar.